Selam aleikum, thotë deshta me të vetë, a është haram me të caktu çmim hoxha për me të knu Kur'an. Aleikum selam rahmatullah. Në aspektin fetar mund ta diskutojmë a është e lejuar me marr pare apo mos me marr pare. Në aspektin praktik, ne themi duke pas parasysh rrethanat në të cilat jetojmë ne si popull, koha, angazhimi, mundi, lodhja, terminet e tjerë, themi inshallah taala nuk ka problem hoxha që merr pare. E tash, sa me marr, a me caktu a me lënë pa caktu. Nëse lëm pa caktu, që secili njeri pastaj me mundësiat e veta ndihmon, por duke pas parasysh se ka raste edhe të keq përdorimit ty në rrethanave ku domethënë njerëzit pa kur gjanë vjen ka 10 herë dhe kërkojnë me lexu Kur'an. Atëherë, dikush e ka pa parasyshme lodhja, besta dhe lojnat e njerëzve, ta vjen fëmin, s'ka kur gja fëmija njëherë, ka qajt, ka përtit, ta vjen ndumojt natës në shpe ose hirë, ose hajde ki mundësi marrë deri tonë, e tjerë. Kjo është e kushtueshme, me kohë, me stres, me shumë gjane. Edhe pastaj nuk t'je pas gjane, ose t'je pas kënd. Në këtë rast disa xhallare kanë pa të arsyeshme me vendosur një tarif, një çmim që është i arsyeshëm për të gjitha palët. Çfarë themi? Nëse janë çmimet e arsyeshme, të logjikshme mbrana rrethonave, atë nuk ka problem, nuk duhet ta shkon tam 10 euro, 20 euro, 30 euro. Por varet prej kohës sa kënon, çfarë kohë është ka me shku në shtëpia ju. Asaj çka kalojnë këto shifra, kalojnë 100 euro, astaghfirullah, 200, 500, ato themi nuk janë të arsyeshme. Nuk janë të arsyeshme. S'ka nevojë hoxha me shku prej qytetit në qytet. Në çdo qytet është ka një hoxhë i xhairit. Orientoje te çaj hoxha i xhairit, mos shko ti. Jo unë po shkoj 50 km për marr 500 euro. Nuk është e arsyeshme kjo. Ma mirë thuj, shkani filan hoxha, le t'vjan filan hoxha në qytetin tanë, ose nëse mundeni ejani këtu, bëheni alternativë që më kuptu në një jetën e hoxhës, se jetu dash me bon unë për Zatë Zotit. Pastaj mrena asaj, edhe mundi lodhja, edhe ona ekonomike dhe mana e nafti ose e koha, paka shumë me të arsyetu. Andaj nuk i arsyetojmë çmimet e larta, por dhe në anën tjetër, themi, edhe hoxha ka jetë, ka kohën që humb, ka familjen, ka angazhimet, duhet me ju arsyetu ato veprime. Është pak problematike, por se njerëzit janë keq përdorues, besani. Allah na përmirësoft.